Nicola Nacho. Në historinë e rilindjes kombëtare shqiptare ka emra që i njohin të gjithë, por ka dhe burra që punuan larg Shqipërisë pa shumë zhurmë dhe që sot meritojnë të rikthehen në kujtesën tonë. Njëri prej tyre ishte Nicola Nacho, një patriot nga Korça që kaloi një pjesë të madhe të jetës larg dheut, por nuk e harroi kurrë. Ai lindi më 7 shkurt 1843 në një kohë kur shqiptarët ende nuk kishin shtetin e tyre. Shqipja nuk ishte shkollë dhe saj, librat ishin të pakt dhe ideja e një Shqipëri të pavarur dukej ende shumë larg. Nacho shkoi në Egjipt, ku u mor me tregti dhe arriti të krijojë një gjendje të mirë ekonomike, por pasuria nuk do të bëhej qëllimi i jetës së tij. Ai do t'i kushtonte një pjesë të madhe të energjisë dhe mjeteve të tij çështjes shqiptare. Në Egjipt u përfshi në veprimtarinë e shoqërive patriotike shqiptare një synim të qartë, të zgjohej ndërgjegjja kombëtare dhe të përhapej gjuha shqipe. Por rruga e tij do ta çonte më pas në një tjetër qendër të rëndësishme të diasporës shqiptare, Bukureshtin. Në fund të shekullit të 19, Bukureshti ishte bërë një nga qendrat ku rilindasit shqiptar organizoheshin, botonin libra dhe gazeta dhe përhapnin idenë kombëtare. Dhe pikërisht këtu emri Nicola Nachos bëhet dhe më i rëndësishëm. Ai u përfshi në jetën e shoqërive patriotike shqiptare dhe u lidh me dritën, por arma më e fuqishme e tij do të ishte shtypi. Në vitin 1888, në Bukuresht fillon botimi i gazetës Shqiptari. Emri ishte i thjeshtë, por ideja ishte e madhe. Shqiptarët duhet të lexonin për shqiptarët, të shkruanin për shqiptarët dhe të flisnin për të ardhmen e tyre. Gazeta botohej në disa gjuhë, përfshirë shqipen, romanishten dhe frëngjishten. Kjo tregon se Nacho nuk mendonte vetëm për shqiptarët. Ai kërkonte që çështja shqiptare të dëgjohej dhe jashtë komunitetit shqiptar, por kjo ishte një periudhë e vështirë. Rilindasit nuk ishin gjithmonë të bashkuar, kishte mosmarrëveshje për alfabetin, organizimin dhe mënyrën se si duhej të zhvillohej më tej lëvizja kombëtare. Nicola Nacho ishte një nga figurat më aktive dhe më të zjarrta të asaj kohe. Ai mbështeste një alfabet me bazë latine dhe shihte gjuhën shqipe si një nga shtyllat e kombit, sepse përpara se të ndërtohej shteti, duhej të ndërtohej kombi, me gjuhë, me shkollë, me libra dhe me dije. Nacho u angazhua për arsimin shqip, për shkollat dhe për përhapjen e dijes në gjuhën shqipe, sepse ai e kuptonte diçka më shumë të rëndësishme. Pa arsim dhe pa shtyp, ideja kombëtare do të mbetej e dobët. Por Nacho nuk u mjaftua vetëm me shkollat dhe shkrimet. Ai kërkonte që çështja shqiptare të dëgjohej edhe në Europë. Në vitin 1892, ai i drejtoi një letër mbretit italian Umberto Sparre, ku paraqiste problemet që përballonin shqiptarët dhe kërkonte mbështetje italiane për zhvillimin kombëtar shqiptar. Kjo tregon një tjetër anë të figurës së tij. Nacho e kuptonte se shqiptarët nuk kishin ende një shtet që të fliste në emër të tyre, prandaj shpesh ishin vetë patriotë, intelektualet dhe veprimtarët e diasporës, ata që duhej të çonin zërin shqiptar përtej kufive. Por Nicola Nacho nuk ishte një figurë pa polemika. Ai pati mosmarrëveshje dhe përplasje me veprimtarët e tjerë të rilindjes, dhe kjo është pjesa e rëndësishme e historisë, sepse rilindja shqiptare nuk ishte një rrugë ku të gjithë mendonin njësoj, kishte ide të ndryshme, strategji të ndryshme, por një çështje i bashkonte shumë prej tyre: gjuha shqipe dhe krijimi i një ndërgjegje kombëtare. Bukureshti u bë një laborator i kësaj rilindjeje. Atje u botuan libra e gazeta, u krijuan shoqëri dhe u ndërtuan lidhje që do të ndikonin në vitet që do të vinin. Në këtë mjedis vepruan dhe figura të tjera të mëdha si Jani Vreto, Azdreni dhe shumë të tjerë. Të gjithë në mënyrën e tyre po punonin që shqiptarët të kishin një zë të tyre. Dhe pastaj erdhi viti 1912.
Shqipëria shpalli pavarësinë, por Nikola Nacho nuk do të kishte shumë kohë për të përjetuar këtë moment. Ai vdiq në Bukuresht me 24 prill 1913, vetëm disa muaj pas shpalljes së pavarësisë. Një njeri që kishte punuar për dekada për çështjen shqiptare nuk pati shumë kohë ta shihte Shqipërinë e pavarur, por trashëgimia e tij nuk matet me vitet që jetoi, matet me atë që la pas. Gazeta, shkrime, shoqëri, përpjekje për shkollën dhe mbi të gjitha idenë se një popull duhet të dijë kush është. Lazgush Poradeci do të shkruante më vonë për figurën e Nikola Nachos, dhe kjo lidhje është simbolike, nga Korça e Nachos te Korça e Lazgushit, një fjell i përbashkët, gjuha, kultura dhe kujtesa. Nikola Nacho nuk ishte Skënderbeu, nuk ishte Ismail Qemali, nuk u bë simboli më i madh i pavarësisë, por pa burra si ai, rilindja shqiptare do të kishte qenë shumë më e varfër, sepse pavarësia nuk lind në një ditë. Përpara flamurit vijnë fjalët, para shtetit vjen shkolla, dhe para se një popull të kërkojë të drejtën për të pasur shtetin e vet, duhet të ketë mësuar të thotë: ne jemi shqiptar. Ky ishte një nga misionet e Nikola Nachos, një nga ta burra që punuan larg Shqipërisë për të ndërtuar Shqipërinë që ende nuk ekzistonte. Nëse ju pëlqeu ky histori, bëni like dhe subscribe për më shumë histori të panjohura shqiptare.